Pas bojkotimit të 2 seancave të fundit parlamentare, grupi parlamentar i Partisë Demokratike vendosi të rikthehej në kuvend. Parlamenti është i rrethuar nga garde metalik, pas të cilëve qëndrojnë protestues, të cilëve dhe deputetët e opozitës me në krye Sali Berishën ju shmangën. Sipas deputetëve, mazhoranca prej 1 muaji nuk merr në shqyrtim amendamentet e tyre që përfaqësojnë kërkesat e protestuesve. Ka nisur puna për çdo projekt ligj të depozituar nga kolekt mazhorancës, javë më vonë iniciativave të propozuara nga deputetët e opozitës dhe ju pranoni të shqyrtoni këto iniciativa. Fjala vjen, ndryshimet në kodin detar janë dorëzuar 1 javë pas iniciativave dorëzuara nga ne, ju ato i merrni shqyrtim në komisione, ndërkohë 4 iniciativa të deputetëve të opozitës që përkojnë edhe me detyrime që ne kemi në kuadër procesit integrimit, nuk pranoni të shqyrtoni. Dhe kjo, zoti kryetar, është një cënim i rënd i parlamentarizmit. Deputeti i Partisë Socialiste Taula Mballa nga ana tjetër tha se janë të gatshëm të dialogojnë me flamingot e vërteta, ndërsa foli edhe për ligjin për investime strategjike që do shfuqizohet. Dhe ndaj flamingove, të cilët e braktisën llumin e Knetës, ku filloi të kakarisi vetëm bufi dhe sorrat, ne e kemi thënë shumë qartë, jemi të gatshëm në çdo moment të dialogojmë me flamingot, ata që e braktisën të parët llumin, për të gjitha shqetësimet e tyre, për të gjitha ankesat dhe zemratën e tyre lidhur me se si duhet ta bëjmë ne detyrën më mirë, se si duhet të parandalojmë çdo formë abuzimi me detyrën dhe të gjithë ata zyrtarë të cilët abuzojnë me mandatin përfaqësues. Ky është dallimi ynë i madh.